Çështja ndaj 6 personave të arrestuar në operacionin ndërkombëtar Ura ka kaluar për gjykim në gjykatën e posaçme. Të pandehurit akuzohen për korrupsion, shpërdorim detyre dhe ushtrim ndikimi të paligjshëm ndaj funksionarëve publik. Sipas hetimeve të SPAK në bashkëpunim me antimafian italiane, Edison Cukaj, Sergio Shkodra, Ervis Deti dhe Bexhet Mema dyshohen se kanë tentuar të ndikojnë te punojësi i policisë kufitare Naim Behluli për të lejuar kalime të paligjshme përmes portit të Durrësit. Behluli akuzohet për shpërdorim detyre pasi ka lejuar shmangjen e kontrolleve në këmbim të pagesave. Në hetim është përfshirë edhe avokati Armand Tragaj, i cili dyshohet se ka ushtruar ndikim të paligjshëm në sistemin e drejtësisë përmes komunikimeve të koduara në aplikacionin SkyETC, duke u përfshirë në disa episode korrupsioni aktiv. SPAK thotë se Cukaj, i ekstraduar nga Italia, ka paguar 3.000 euro për të kaluar pa kontroll drejt Italisë. Operacioni Ura është pjesë e një hetimi të përbashkët shqiptaro-italian që zbuloi një rrjet të gjerë kriminal me dek në disa vende të Europës dhe lidhje me kartelet e Amerikës Latine. Gjatë hetimeve janë sekuestruar kompani, pasuri dhe llogari bankare me vlerë miliona euro. 6 të arrestuarit tani pritet të përballen me drejtësi në gjykatën e posaçme.